prej ka burimin kjo mania për me zonë një pozicion në kish, një pozicion një bashkësi, një pozicion në familje, në vend, në zyrë, etj. Prej ka vjen prej egos, prej lakmis, thot Shën Pali. Lakmia për me pas, lakmia për me ken. Po për qa? Për qa du të mu shqetsu ka shumë? Qa dhe me ba ti me atë pozicion? Ku dhe me mërit ti me atë pozicion? Pse nuk shqetso është ma tepër qa mundem unë me sjell bukur, të mirë, cila është ajo mirësi, cilat janë ato talente, cilësinat mira që kam, që mund t'i bashkëndoj për me kriju diçka mallshtore, diçka fantastike, diçka që mbetet, diçka që ka shpirt. Ky do të më kenë shqetësim i madh. Ato gratë të cilat shkoshin mas Krishtit e mas nxënësve që i njekshin, ato dhurojnë çdo të mirë që kanë. Kontribojnë me ato që kanë. Edhe bahen ndhim. I ky do të më kenë shqetësim i madh. Si me të bë ndhim, qa me bë të bukur, qa me bë fantastike, qa me bë të jashtëzakonshme. Gjana tjera marojnë, pushtetet marojnë, sot je nesër nuk e ke më agja. Maron gjithçka që nuk ka dashni për mrana, është destinuar me deke me u shkatru.